Top Albania Radio, she's on air. Albatros, ke qenë një fan si zjarrt në Big Brother VIP Albania 2 për dashurinë e Kiarës dhe Luizit, madje u ke bërë dhe një poezi. Vërtet është. Të ka frymzuar apo frymzon ndonjë çift tjetër në Big Brother VIP për të bërë një poezi? Jo, sepse ajo loja e dashurisë që ata e bën, non ishte paskenar. S'do të bënte fare për shembull Igli me Gjestin, se kjo ishte një dashuri e pamundur. Heidi me No. E pamundur nga çfarë? Nga kushtet moj. Nga dy njerëz të ri që mund të duhen? Po, thjesht ai nuk e donte. Ku është e pamundur? O zoti i madh. Ai thjesht nuk e donte. Nuk jam dakord me ju fare. Te Kiara dhe te Luizi aty ka pas lojë dashurie. Edhe e bukura asaj ka qenë që Luizi luftonte për Kiarën, Kiara bënte të fortën, ishte situata tipike nga koha e rinisë time, kur luftohej për dashurinë, kur familja bëhej kështu, dhe vjen momenti kur ajo dorëzohet. Edhe kjo është ajo gjë që e ka bërë të bukur atë histori. Nuk është ideja thjesht me pas një lidhje aty, like who cares për atë moment. Po loja që e bërë, që ata dy e bën atë lojën e dashurisë, ajo më ka frymëzuar. Ka qenë e bukur, unë mendimin tim ka qenë sinqert, ka qenë e dyanshme, ka një histori që vështirë të përsëritet në televizionet tona në atë format, them.